Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta me vaj ulliri që zhduku rrudhat nga fytyra brenda ditës, ja si ta përgatisni. Përveç vlerave shëndetësore shumë të rëndësishme për shëndetin, vaji i ullirit konsiderohet si një eliksir për fytyrën. Ky lëng i artë është përdorur për bukurinë që në kohërat e lashta. Qytetërimet e atëhershme besonin se vaji i ullirit e mban në lëkurën tuaj të bukur, të butë dhe njëkohësisht sa më të pastër. Ndërkohë, ekspertët e mjekësisë moderne kanë zbuluar se vlerat e vajit të ullirit i atribohen aftësive dhe pasurisë të antioksidantëve. Si të pastroni fytyrën tuaj me vaj ulliri? Vajin e ullirit mund ta përdorni për pastrimin e fytyrës nga papastërtitë sepse ai është më efikas se produktet kozmetike të lëkurave të pastrimit. Ai nuk bllokon pore dhe është i përshtatshëm për të gjitha llojet e lëkurave. Vajin e ullirit mund ta përzini me pak lëng limoni të freskët ose me ujë dhe ta vendosni në fytyrë nëpërmjet pambukut. Vaji i ullirit është më i preferuari me njerëzit me lëkurë të ndjeshme dhe ata alergjik ndaj produkteve kozmetike. Vaji i ullirit kundër akneve. Vaji i ullirit është një antibakterial nga natyra dhe përpasoj rekomandohet kundër akneve. Për më tepër ai lufton inflamacionin dhe gjithashtu largon skuqen përreth puçrave. Vaji i ullirit për ushqyerjen e lëkurës. Ju mund të përzjeni vajin e ullirit me lëng trëndafili ose vaj esencial të livandos dhe me të lyeni fytyrën. Në këtë mënyrë ju do të keni një lëkurë të ushqyer, por vaji do t'ju ndihmojë edhe të trajtoni probleme të tilla si për shembull ekzema. Maskë me vaj ulliri. Vajin e ullirit mund ta përdorni për përgatitjen e maskave të ndryshme. Ekspertët e rekomandojnë përzierjen e lëngut, gjysmë lugë gjelle me vaj ulliri, të verdhën e vezës dhe një lugë gjelle me miell. Këtë maskë mund ta mbani në fytyrë për 20 minuta dhe do të vëreni se lëkura e fytyrës do të jetë njëkohësisht më e ushqyer. Kundër rrudhave, vaji i ullirit përmirëson elasticitetin e lëkurës dhe gjithashtu mundet të luftojë edhe rrudhat. Sidomos ato në pjesën e syve. Këtë pjesë ju mund ta lyeni me vaj ulliri në mëngjes ose edhe në mbrëmje çdo ditë për të parë përmirësim në paraqitjen e jashtme. Rrudhat janë një pjesë e paevitueshme e procesit të plakjes. Tek disa njerëz rrudhat dalin përpara kohë kryesisht tek zona e syve, e gojës, qafës. Rrudhat shkaktohen jo vetëm nga rënja e prodhimit të kolagjenit, por edhe nga ndotja, ekspozimi në diell, mungesa e vitaminës D3, përdorimi i tepërt i produkteve kozmetike, ndryshimi i kremrave dhe duhani. Rrudhat mund të zbehen, shmangen dhe të mbahen nën kontroll me disa trajtime natyrale. Në këtë video ju do të mësoni disa prej kurave më të mira natyrale kundër rrudhave. Vaji i arrës së kokosit. Me këtë vaj mund të masazhoni zonën e rrudhave duke kryer lëvizje rrethore. Pas masazhit ju mund ta mbani vajin në lëkurë për gjithë natën. Kura duhet përsëritur çdo mbrëmje dhe vaji i arrës së kokosit i jep lëkurës një shkëlqim natyral dhe gjithashtu zbeh rrudhat. Vitamina E. Kapsulet e vitaminës E mundet që t'i blini në farmaci dhe të përdorni disa prej tyre çdo mbrëmje. Vitamina në formë vajore duhet aplikuar në zonën e rrudhave dhe duhet mbajtur për disa orë. Ky trajtim duhet bërë çdo mbrëmje. Vitamina E hidraton lëkurën, zbeh rrudhat dhe ushqen atë me antioksidant. Uthulla e mollës. Përzjeni një lugë gjelle me uthull molle dhe një lugë gjelle me mjalt. Aplikojeni maskën në lëkurë dhe në qafë. Mbajeni për 15 deri në 20 minuta dhe shpëlajini me ujë të vakët. Këtë maskë ju duhet ta bëni 2 herë në javë. Uthulla e mollës ruan ekuilibrat e pH-it ndërkohë që mjalti i jep fytyrës tuaj shkëlqimin rinor.
E bardha e vezës, rriheni të bardhën e një veze dhe vendoseni në lëkurë, prisni sa të thajë dhe më pas shpëlajini atë me ujë të vakët. Prisni gjithashtu që kjo maskë të bëhet 2 herë në javë, sidomos për lëkurat me yndyrë, dhe e bardha e vezës do të tendos lëkurën dhe do të zbehë rrudhat. Avokado. Tullin e avokados ju mundet që ta shtypni në një mikser dore dhe maskën ta mbani në fytyrë për plot 20 deri në 30 minuta. Kjo maskë duhet bërë të paktën 2 herë në javë. Avokado. Gjithashtu avokado zbutë rrudhat dhe jep lëkurës shëndet, gjallëri dhe gjithashtu shkëlqim. Aloe vera. Përzieni një lugë gjelle me xhelin e aloe verës dhe më pas duhet që ta bashkoni me të bardhën e një veze. Maskën mbajini për gjysmë ore dhe më pas shpëlajini atë me ujë të vakët. Xheli aloe verës është një burim i pasur i vitaminës C dhe bashkëpunon mirë kundër rrudhave me të bardhën e vezës. Lëngu i limonit. Përzieni gjithashtu sasi të barabarta të lëngut të limonit me mjalt. Maskën mbajini më pas në fytyrë për plot 10 minuta. Lëngu i limonit gjithashtu përmban edhe vitaminën C, e cila nxit formimin e kolagjenit që zbeh rrudhat. Soda e bukës. Përzieni një lugë gjelle me sodë buke dhe një lugë gjelle me ujë. Fërkojeni lëkurën me lëvizje rrethore për disa minuta ose aplikojeni atë si një maskë dhe mbajini në fytyrë për plot 10 minuta. Soda e bukës do të heqë të gjitha qelizat e vdekura dhe do të përmirësojë gjithashtu qarkullimin tuaj të gjakut. Nga ana tjetër, duhet të keni parasysh se vitamina A, e cila gjendet në vaj ulliri, është shumë e dobishme, si për kujdesin e lëkurës, ashtu edhe për flokun. Ndaj ne këtu kemi vendosur që të sillim një maskë për fytyrën tuaj, për zhdukjen e rrudhave dhe për shkëlqimin e saj, me vaj ulliri dhe kastravec. Ajo çfarë ju duhet të bëni është që të merrni një kastravec, grijeni atë në rende dhe hidheni pak vaj ulliri dhe lyeni me masën e krijuar për fytyrën. Lëreni për 20 minuta dhe më pas shpëlajini fytyrën tuaj me ujë të vakët. Aplikoni këtë maskë të paktën një herë në javë. Gjithashtu ju mundet që të përdorni edhe këtë recetë, e cila përbëhet vetëm nga kosi dhe vaji i ullirit. Me kalimin e viteve, rrudhat të cilat shfaqen në fytyrë janë gjithashtu një problem i vërtet për shumë njerëz, por për luftimin dhe parandalimin e tyre, juve ju vjen në ndihmë një maskë natyrale e cila do të përgatitet shumë shpejt dhe shumë thjesht, pasi ka nevojë vetëm për mjalt, vezë, kos dhe vaj ulliri. Në një enë ju duhet të hidhni një lugë mjalt, një të verdhë veze, 2 lugë kos dhe një lugë me vaj ulliri. Përzieni të gjithë këta përbërës së bashku derisa të përfitohet një masë kremoze. Këtë masë më pas aplikojeni në fytyrë, të cilën duhet ta keni larë më parë. Lëreni që të veprojë për plot 30 minuta dhe më pas ju duhet që ta shpëlani fytyrën tuaj me ujë të vakët. Përdoreni atë 2 herë në javë dhe do të shikoni se rezultatet do të jenë vërtet mbretëlënëse. Mirë, po gjithmonë duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!